sfida që unë dhe Flori e ndjej më shumë. Bashkë me ne është Flori. Erdhi koha, bashkë me ne. Ne dy jemi apo. Po do thosha që është dhe Flori, po nuk është shumë entuziast, këtë do të thoya po s'më le. Unë çfarë të bëj gripit patjetër për ndeshjen. Po pres të dielën, 10 diela shihet çfarë ndodh. Nisur akoma ndeshja. Kjo është ditë që unë kam pritur që kur të mora aty te Andale Sport, kur do vi Barsha Real që se ti mendosh se fitoni këtë herë. Po patjetër. Nga buron kjo vetbesim, Nga 4 fitoret e vitit kaluar ndoshta. Po këtë vit si jeni? Po ndesha parë këtë viti. Ore si jeni si skuadër, ju masakroi Sevilla 4-1, pa pikën e mshirës. Reali është më mirë. Girona ju doli para portës 5 herë. Po çfarë shkon hallet e tua, shkon hallet e mshiut. Shkon hallet e tua. Unë s'kam halle fare, unë jam i parë në La Liga me 2 pikë më shumë se ju. Ke nevojë për penallti me Kairat Almatin për të fituar. Ke nevojë për penallti me Kairatin. Ore, a zhvillkove ndeshja me penallti? Sa doli ndeshja? A do e penallti për të bërë golin e parë? A do e penallti? Sa doli ndeshja? Po ti vërtet beson që do fitoni ju ndeshjen e të dielës? Jo që e besoj, po nuk kam dyshime fare. Nuk kam pikën e dyshimit. Si më thon tani do të çohet nesër do dalë dielli po. Bast publikisht? Por, çfarë basti do? Çfarë basti dua unë? Ditën e diel do bëjmë direkt live mbas ndeshjes? Mbas ndeshje. Ditën e diel. Do jesh këtu. Do bëjmë live. Okej. Ditën e diel kush humbet, pra nëse humbet Reali ose nëse humbet Barcelona do vesh fanellën e skuadrës kundërshtare. Deal. Pra ti vesh Reali, unë ve Barcelona kush humbet? E mora vesh. Nuk do justifikime. Ke frikë më në dorën. Llav burrash. Po. Dakor. Kush e pret? Unë. Dakor. Haj. Po nuk do justifikime. Po çfarë justifikim do kem se di që do fitoj? Te kush i ke shpresë do fitosh ti? Nuk e vesh dot unë atë fanellë. Te kush i ke shpresë që do fitosh? Te cila skuadër dhe te cila lojtar? Ktheje pa kokën. Po, e kam kthyer kokën. Ke rreshtuar formacionin tënd më të mirë. E para vini me shumë mungesa. Jo më të mirin. Për këtë ndeshje. Se kanë 4 mungesa. Kush ju mungon juve tani? Kush mungon? Ferran Torresi është i diskutueshëm. Rafinha ndoshta nuk e fillon nga fillimi. Po them me Lamali është kuperuar. Me spush Gavi dëmtuar, Lewandowski nuk e keni prap. Po 4 lojtar formacioni. Po, ju mungon dhe Flik. Se keni asa të jetë në stoj. Po them për ata fush, po trajneri. Edhe Flik, apo s'do ndikoj Fliku. Kush do të jetë me këta lojtarë fiton ndeshjen. Edhe pa trajner fitoj. Do futem unë trajnerat në ndeshje. Dhe ky është formacioni për ty më i miri i Munchen? Për këtë ndeshje po. E nis me Sheznin port. Se s'ke portier tjetër janë ndërtuar dy tjerë. Po ka portier të keni çati bëj. Mbrojtje Kunde. Unë them fitore e pastër 3-0 e Realit. Prit, vazhdon parashikimi. Arda Güler regjistron asistim, Mbappé regjistron gol. Okej, po ti je pak më objektiv do ishte më mirë me thënë drejtën. Unë jam shumë objektiv dhe i thjesht. Po nuk është kjo. Reali është skuadra më në formë e La Ligas në momentin që po flasim. Barcelona ka treguar që këtë sezon, jo ekipe si Reali, por ekipe si Girona, si Real Sociedad, si Sevilla i dalin para portës nga 7 herë. Po çfarë rëndësie ka? Çfarë rëndësie ka? Kjo tregon që vitin e kaluar jo 7 herë doli para portës, të bëri 7 gola gati, të bëri 5 gola Atletico. Po pra kemi treguar vetëm Atletikon. Kurse ju dhe mbrojtja juaj dhe skuadra juaj ka treguar të gjithë dhe me ekipe shumë të dobta në letër. Po një herë më ndodhi. Po si më një herë? Ore ju morët me Sociedadin ndeshën kot, e morët me Sevilla ndeshën kot, e morët me Girona ndeshën kot. Ju keni fituar ligën e kampionëve me kot, s'do më futosh. Jo. Keni fituar. Reali këtë sezon ka treguar futboll shumë të mirë se Barcelona. Në çdo aspekt. Në mbrojtje, në sulm dhe në mesfush. Po ti shikoni Barcelonën që ka shkuar ndeshja e 10 dhe janë me 4 lojtar formacioni mangut. Po çon si ka pse Reali ka formacion mangut. Po ka pasur më fillim sezonit nuk e kishin Bellingamin. Nuk kishin qenë në mbrojtje Sulsenin e tjerë. Mungesë. Po jo për se Reali ka minutë. Lojtar të parë të avancuar që të bën golin. Këto janë ekipe që nuk luajnë mbrojtje, luajnë avancim. Në fakt ju e ka avancuar golin Araujo apo bëri më burr? Po mirë, ora ky nuk e ka ndaluar të bëj gol, ti mendon që këti i ka vënë njëri rregull ose bëj gol. Po kalojmë të mendosh që do të fitojë Barcelona këtë El Clasico shumë e çuditshme, por do të kënaqem kur të bësh foto. Ti dhe unë do shihemi live ditën e diel, çfarë nis nesër 4:30? Çfarë do thush kur ndodhi? Kur nis nesër 4:30? Nuk e di kur nis. 4:30, 6:30 mbaron. Ti dhe unë dhe gjithë ata që na ndjekin do jemi live këtu në 6:30. Do dalësh si më i bukur me këtë fanellën këtu, do marr tira, unë se kam 20 shtëpi. Natën, nga 6:30 deri vonë. Kam 20 në shtëpi fanella, do ta veshësh. Mbaje mend. Ke për ta vesh fanellën. Ku do më japësh ato? Do të hap to që kam. Viniciusin. Do them më vonë lezosh Viniciusin. Është Viniciusi, do ta tregoj pastaj. Mos të shkëputemi nga tema kryesore. Do informacioni më të mirë për këtë ndeshje. Formacioni më i mirë i ndeshjes. Për këtë ndeshje se nuk është më i miri dy ekipeve, se ka lojtarë që mungojnë, por për këtë ndeshje. Nuk po i lëvizin fotot, po i lëm kështu, vetëm po e ndajmë. Në port, unë nuk besoj që ti mendon që Shezi është më i mirë se Courtois. E mendoj vallai. Jo, më kurse nuk ka logjik tani. Më i mirë se gjë është më mirë Courtois. 2 metra portier, kampion Champions League, kampion çdo gjëje. Eksperjenca. 2 metra portier do të po çe për dhënë. Ditë rrëmbëdhe të dashurat e shokut të skuadrës, që mund të jetë plus kjo gjë. Zotëri jemi të fol për formacion futbolli apo për ta çuar dhëndër kavaj. Unë them, është fitues në çdo aspekt të jetës. Gati thotë 2 metër çun. Është fitues. Portieri 2 metra. Pi puro. Formacion se pi puro. Kjo logjik. Kjo logjik. Courtois portier më i mirë se Shesni. Portier më i mirë.
Kush ka më shumë trofe vjet? Courtois për të Më më shumë mirë se trofe. Szczesni apo Szczesni për të më Po mirë se lere mos Courtois? jemi bashkë. Dua mendim. Marcel. Qa Szczesni Jemi- është Jalia. Ah. Portieri më i mirë vendoset Courtois. Krau i O, po djathtë si i ve- mbrojtjes. E folën çunat, u vendos. Krau i djathtë i mbrojtjes. Unë do ja jap Kunde sepse është pozicioni i tij natyral. A do t'i bëjmë vizualisht apo Jo, po i ndajmë Okej, vetëm kështu. okej. Unë do ja jap Kunde sepse pozicioni i tij natyral. Ja dhe Kundes, okej. Për mua është Kunde krau i Tani djathtë. me kë po krahasoj Kundes? Me Valverde pra, krau i djathtë është mbrojtjes Valverde. Për mua është Unë Kunde. do jepja krau i djathtë. Valverde, po faleminderit. Jo. Faleminderit me Kunde. Jo, ri Kunde sepse është E kam natyral. pakinat si lojtar, me është thënë drejtën. lojtar- E kam pakinat nga gjesët jashtë fushë. Po unë jam tifoz Pse e Barcelona kena, dhe se vitet me fustane po? Po, thua? pra, po. Po thuaje pra, pse e filtron Unë jam mendimin. me Barca, nuk më vjen mirë se di edhe këto gjëra të tjera, po për lojtar jam Në fushë për mua është krau i djathtë Kunde. Në qendër të mbrojtjes, kë do krahasoj Militao me Arauin apo Militao me Kubarsin? Zgjedh. Ta djeg me Kubarsin këtë varet, se nuk jam të futboll. Jam dakord. Në qendër është Militao përpara Po, Militao Kubarsit. okej. Tani, Dhe tani prit. balotazh. Po Araujo ka bërë shumë gafa. Okej, dhe asnjë Ka bërë shumë gafa, por ka bërë gol në ndeshjen e fundit. Ka bërë Vjen në gafa të dhe ndeshje me një Asensio. motivim më tepër. Tek ka çift? Çift. Tek njerëz top. Çift. Araujo imagjino që në që mbrojtjes ky- me Militaon. Mendoj në mendin time që ky vërtet kështu futet formacion të Barcelona. Shkon Fliku ja fut çift atek me mbrojtjen tjetër. Ka mundësi ajo. Ka mundësi, por Tani- okej, Araujo tani- këtu. Krau i majt. O, Balde me Carreras. Balde nuk është keq. Carreras i është akoma për të konfirmuar, me thënë drejtën. Akoma nuk e ka konfirmuar veten. Kështu që Balde ka pak më shumë avantazh. Po. Ma jep dhe Balde në mbrojtje? Po, bi dakord. Ta mora mbrojtjen. Bie dakord. Tre që veta është në Balde. mbrojtje. Se tre më. Si tre. U po ke krau i Vetëm një djathtë. Tani shiko çfarë ndodh. Se mbrojtjen okej. Po dëgjoj, përveç Pedrin me Çuamenin tjerë ta harroi ti herë. Pedrin do Këtë hashë harroj. Çuamenin, këtë vendos. De Jongun me Bellingamin? Ha, ça ha? De Jongu para Bellingamit? Po patjetër mo. De Jongu para Bellingamit? Po patjetër mo. E dëgjove çunin e audios? Me vërtet? Ça thu thot Barbur? Janë. Ça thu thot Barbur? Qetësoj. Se mund gjitën nga nervat. Janë dy lojtarë me tipologji të ndryshme, okay? Po, dhe De Jongu është para Bellinghamit. Në Patjetër që cilën po. univers tëndin është De Jongu Në para këtë që jetojmë ne. Bellinghamit? Pse? A ka më shumë teknika Bellingham? Jo. 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 Po ky ka forcë fizike, po. Po teknik nuk ka merr Ke dot. parë pasimit e Bellinghamit i shokuim? Nuk intereson fare më. Bellingami Nuk ka e shoh çdo Real- gjë të nuk e mundshme shoh që Real një lojtar dhe Madridin. një trajner do donte të kishte. Çdo gjë, më thuaj një aspekt negativ Bellingamit. Një Po aspekt nuk ka negativ. punë me lojtarin tonë, mo edhe ky ka të gjitha të mirat për mua. Nuk ka fizik. Nuk ka fizik. Jo, s'ka rezistencë. Po Bellingami e ç'i ka. duhet? Edhe Modric nuk ka fizik Bonamit e Milani. Mu çam duhet Atëre, ajo? teknikisht, për mua, ky është pak më mirë se ky, teknikisht. Fizikisht është shumë më mirë Teknikisht se më ky. mirë nga De Jongu. Po. De Jongu një lojtar me teknikë në Europë që ka Bellingami me teknikë. De Jongu teknik. Patjetër Po që De po. Jongu teknik, De Jongu bëri një A ke sezon parë me në ndeshjen Ajaxin. Barcelonës? Kam parë. Ka- Kam parë që shqyqyr shpëton Araujo shtat me gol vite. në fund se Barcelona me De Po mos Jongun. shikoj një. Po çfarë thumë? A shkon vetëm kur vjen ndeshja shikon. De Jongu Shkon para edhe më përpara. Bellingamit nuk ndodh në jetë të jetëve. Nuk ta pranoj. Unë prej kokën Nuk këtu ta tani po pranoj, vendos po De nuk ta Jongu pranoj, para. nuk e veu në atë. Jo, jo. Po Vaj deshe. Çuamenin, nuk ka shans De Jongu para Çuameni me Bellingamit. Pedrin këta diskutoj fare. Tani Pedrin e do gjithë Spanja. Pedri Ti thua mu tani me sfushor Çuameni. mbrojtës lund, me sfushor defensiv lu Pedri? Formacion tamam? Defensiv, jo, Apo është tamam. sulmues? Shkoni avancuar më shumë. Po, E po, çifta tek për formacionin pra. mere Pedri. E pa, Pedri rri. mere, po s'ka shans të fleshoj De Jongu për Për Bellingamin. çfarë thumu merre Pedri si Në nuk jetë vendoj të nder. jetëve. Më vendoj nder për De me Jongu fushorin- për Bellingamin në me jetë të fushorin jetëve. më të mirë të kampionatit thumu merr. De Jong për Bellingham kur? Në jetë kur? S'ka Balotazh. shans, hiqe, nuk është balotazh E fare. vetëm që mund të ofroj më mirë është balotazhi, po E desh. di unë se thu balotazh, ti tani e kapa unë. Se ti e ke sigurt që Casado s'ka shans marrë Daguilien, pra ne thu balotazh tu ti. Ja, ja. E, ja Ja. si ti qesh. Ja, ja, dorëzove Ka skushën diçka. pa kushte. Ka diçka. Mungon Gavi, mos Shpejt, who gives a fuck? I thon italian Po anglez. si mungon Gavi, po Thosh të Gavi ta italianët. dërgoja unë Ordan. Vlla, Bellingami para De Jongut s'ka shans. Balotazh dale. Nuk ta mos gjë më tepër nga balotazhi. Ta harrosh. Madje edhe këtë me dy mendje. Je dakord ti? Je dakord ti? Me ChatGPT. Po e tha Chati E ka marrë. ftuara pas pak ra dakord për De Jongun. Po e tha Chati ka marrë. Ra dakord për De Jongun. Prit. Si pas qatit Po ta ta. fal, se jam në Po, Barcelonë. po i besoj. Mos ke pak nerv Barcelona ti miku im? Ja pra Nuk këtë më intereson. Po ta fal. Po ta fal. Vetëm për trevisës po ta fal. Balotazh. Casado zhduke. Arda Güler. Në krahun e majt sulmit. Prit se këtu tani. Këtu tani ku do ndalesh? Unë ta marr me të tre lojtar po du. Të tre? Të tre. Të tre jo. Edhe Rashfordi është më i mirë nga Mbappé apo do më ditë.
Floro, ku e merr mallin vlla? Ku e merr mallin? Ta veç tani. Si mosh Rashfordi para Mbappés. Jam dakord, po ta pranoj Rafinhën me Viniciusin. Po ti pranoj Rafinhën me Viniciusin, po ta heq. Dakord. Edhe pse Më dëgjoj. Si më thua mu se ka diçka. do rrezoj më bursim kalon to tulish dukto. Kandidat, ti e pranove para 2 javësh që ky është kandidat për topin ar për ta fitu. Po pra. Dhe tani bën mu, po ta pranoj, që po bën nder mu. Po prit më duroj një sekond. Po meriton. Top i ishte për vjet, këtë sezon s'ka lut gjë ky. Çka ka bërë atë këtë sezon? Po ku ka lut 3 neshje, ka lut i shkret. Po pra ne pas ka bërë gjë këtë sezon, s'ka lut 3 neshje. Po kur do kthehet do luaj prap mirë. Me kismet. Jo me kismet. Po me kismet pra po ti me ka lojtari më burr. Aktualist, a është Vinicius më mirë se Rafinha? Po ka lut gjithë të lënë më mirë se Rafinha më burr. Po 2 vjet që nuk është sekundi më burr. A ka 2 vjet që nuk është sekundi? Ma ka thënë ti vet. Ja shkamrave vendose Rafinha. Ja shkamrave pranon ti. E pranoj që është gjë. Po këtë sezon është më mirë. Vendose Rafinha. Vendose Rafinha. Qetso. Jo. Se nuk të mend çka Jongo e Bellingamin. Iku gjithë formacioni e burr. Dora. Iku tash kështu është kur ndan ton Aran. Krau djathtë me çdor vet nga Jamali, nuk e krahasoj Jamali me askënd krau djathtë. Ua, ç'a deklarate. I vetmi aspekt pozitiv masatonës nga Jamali është që dita e rëmbet të dashurën. Edhe kaq. Po flas për futbollun. Në qendër. Për futboll. Ju lutem. Ju që na ndiqni. Gjykoni, bullizoni Florin se thotë që Rashford është para Mbappés për qendër sulmues. Bullizojeni miq. Jo, nuk ka nevojë. Jo, në për komente dua bullizime. Po ç'bullizim? Po bullizim them dhe unë që ti kërkon Bellingamin aty. Para De Jongut e kërkon, vallai para De Jongut i ke shanset. Ti ke fatin ke kap mua ditë keqe, se ti ishte Lewandowski ta dërgoja unë ti Mbappén. Ta kisha hiq me kohë. Mama na luaj mençja burr. Mbappéja para asnjë sulmuesit tuaj, Sibi. Mbappéja është para gjithë sulmuesve tuaj. Jo. Dhe të 3 për 1 lushit ti Mbappé nuk krahasohet me ju. Këtë vit. Mbappé është lojtari më i mirë të sezonit deri tani më burr, bashkë me Haalandin dhe me Kanein. Tani. Por dhe ti do me fut Rashfordin para. Cila ndeshemi? E 10-ta, e 9-ta, sa i bie? Cila ndeshemi? Jemi te Real Barcelona. Çka ka bërë Mbappé Real Barcelona deri tani? Ç'a ndikimi ka pasur tani më shok? Së shlutet tani Real Barcelona, nesër parë. Jo, ndikimi ka pasur viti kaluar Real Barcelona. Bëri 3 gola ke ka stadiumi juaj. Po çfarë kemi ne që s'kam, çfarë ka që s'kemi mbrojtjen ne? Sa doli ndeshja sot. Si je, jo si ishe. Unë nuk po them që Mbappéja është lojtar i keq. Unë po them që Mbappéja në El Clasico është lojtar i keq. Mbappéja në El Clasico është lojtar i keq Mbappéja në El Clasico. Po çfarë ndikimi ka pasur? Po pani në El Clasico kët. Vjet ky ka bërë gjë më mirë që ka bërë, është që ka pa live, pa bilet, ka pa 12 gola nga Barcelona. Këtë ka bërë vjet. Ky ka bërë 3 gola në stadium tat. Aty bëri 3 gola. Po se s'bëri gjë. Ishte të raftë mos të çonë për mend. S'ka shans. O e hoqa vet me dhunë. E hodha nuk e kap dot, unë vetë nuk e kap dot. Ti e hedh Rashford. Nuk e kap dot. Por ti nuk hedh dot gola që do të bëje. Rashford do bie siç do të bien shpresat tuaja të dielën. Ti nuk hedh dot gola që do të bëj. Mbappé nuk do bëj gol në Rashford do bëj, ta mbash mend. Formacioni më i mirë i mundshëm i El Clasicos. Ti për këtë vrit veten. Jo fare. Sa keni? 1 2 3 4 5 6. I Birali ka 5 lojtar. 5 lojtar. E aty. Aty jemi dhe tu e balotash. Të dielën do ndrosh mendim. Mirë Flor,